Ashtu si qeni në njëri, propozimet e lëvizjes dhe vendosje kanë ardhur për të iniciuar procedurën dhe pasi nuk kishim asnjë propozim tjetër nga PDK-ja, të cilët kërkonin që të bënin propozimet e tyre, gjithsesi kishim në hartimin e lëvizjes për mbështetje të kandidatëve të tyre, ndonëse akoma dhe sot ne nuk e dimë për çfarë emre specifik bëhet fjalë ose kënd kam pasur në mendje, ndërkohë që nuk ka pas as ndonjë specifik nga LDK-ja për marrëveshjen politike të cilës janë referuar. Gjithsesi, ne kemi iniciuar procedurën, tashmë kemi 2 kandidat. Seanca ka fillu, por nuk konsiderohet që kemi fillu edhe në fazën e parë, pra në momentin kur të kemi 80 deputet në salë të cilët marrin pjesë dhe vendosin votat e tyre në kuti, ne mund të dimë se si po vazhdojmë tutje. Ndërkohë që ditët e mbetura, natyrisht do të intensifikohen takimet edhe bisedimet, sepse si lëvizje jemi të interesuar që të shmangim edhe një palë zgjedhje të reja, sepse besojmë që mundësit janë, gjasat janë reale, edhe është e nevojshme, pothuajse e domosdoshme që ne të zgjedhim presidentin, sepse edhe një palë zgjedhje të reja, jo vetëm që janë të panevojshme e të padrejta, por nuk do të sjellin as edhe një rezultat të ri. Nuk mund të konfirmoj diçka të tillë që tani, për shkak se do të vazhdojnë bisedimet, unë besoj, pres që liderët e 2 partive të tjera më të mëdha, por nga ana tjetër pres edhe të gjithë deputetët, të cilët e kanë marrë besimin e qytetarëve për t'i përfaqësuar në kuvend, që të kryejnë detyrën e tyre në funksion të zgjidhjes së problemit dhe zgjedhjes së presidentit. Si të gjeni zgjidhjen ku nuk po të rrisni nga 2 kandidatë dhe po kërkoni marrëveshje politike? Si të në zgjedhje presidentin? Tani kjo është një konstatim i i momentit, sepse sikurse jemi dëshmitar të gjithë, ne nuk kemi pas asnjë propozim tjetër. Pra nuk mund të prisnin nga lëvizja që ne sot të themi se do të rhekim kandidatët tonë, ndërkohë që nuk është ndëgjuar asnjë emër tjetër i përveçëm për të cilin ne do të mund të diskutonim e të bisedonim. Pra, unë pres që, si që thash, edhe krerët e 2 partive tjera politike, të PDK-s edhe të LDK-s, përveç pjesëmarrjes në takime, të jenë të hapur e transparent, edhe me qytetarët, pra cilat specifikisht do të mund të ishin kërkesat e tyre, cilat do të mund të ishin pritshmëritë e tyre nga lëvizja, dhe për çfarë ne duhet të diskutojmë specifikisht në mënyrë që të shmangim edhe një parë zgjedhje të reja. Por sot që po flasim, kur nuk kemi asnjë emër, asnjë propozim, asnjë temë konkrete, çështje konkrete për bashkëpunim, ne nuk mund thjesht të themi se po tërhiqemi nga 2 kandidatët tonë, të cilët sikurse jeni në njëri, i kemi propozuar zëvendës kryeministrin Konjufca, dikon më pak se 30 orë përpara se të përfundonte afati formal për zgjedhjen e presidentit, ndërkohë që deputetën Kollçaku më pak se 3 orë përpara se të fillonte seanca. Pra edhe kandidimi, nominimi i zonjës Kollçaku ka ardhur pikërisht në mënyrë që të mos përmbyllet jo suksesshëm afati për zgjedhjen e presidentit.